Në çdo vit, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike, 31 tetori është afati fundit për të miratuar ligjin në qeveri. Nuk jam i sigurt se kjo ka ndodhur në kaluarën, mirë po kjo është e sigurt që ka ndodhur gjithmonë me neve. Çdo buxhet prej vitit 2021 për 2022 e kështu me radhë, kësaj radhe 2025 për 2026, ne e bëjmë në muajin tetor. Nga njëherë është 30 tetori, nga njëherë është 31 tetori, nga njëherë është edhe 9 ditë më herët. Sa i përket konsenzusit, unë i thras logjikës dhe racionalitetit. Pra konsenzusi nënkupton logjik ku vlejnë aspektet universale të menduarit dhe në anën tjetër racionalitetit, ku ne bashkërisht shpresoj që do të mund të kemi një situatë ku në Kuvendin e Republikës, me qenë se kemi kuvend të konstituar, ky buxhet i rritur dhe i mirë do të kaloj në legjislaturën e 9, e cila tash e ka dhe shtëpinë e vet, Kuvendin. Takimin që do ta kemi në zyrën e presidentes, aty besoj që do të diskutohet tema për cilën jemi ftuar, e kjo është hapat e më tutjeshëm, me qenë se në tentimin e parë nuk u arrit formimi i qeverisë së re. Dhe unë dua të shkoj me konstruktivitet dhe optimizëm aty. Nuk kam arritur ta ndjek nga afër mbledhjen e djeshme të kryesuesisë së Kuvendit, por mua më vjen mirë që deputetët e Republikës Kosovës, të legjislaturës së 9, tashmë kanë shtëpitë e tyre. Veç se kjo shtëpi duhet të funksionoj. Nuk mjafton ta kesh, duhet edhe të funksionoj, të operacionalizohet. Funksionimi i kuvendit nënkupton formimin e komisioneve parlamentare. Unë nuk e kuptoj pse si formojnë komisionet parlamentare. Por edhe njëherë po them, nuk kam argumente të tjera bindëse që janë jashtë logjikës ose racionalitetit.